Territori shqiptar për datën 10 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të vranësirave dhe intervale të shkurtra me diell. Paraditja dhe pasdita do të kenë vranësira në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në disa zona do të ketë kthjellime të përkohshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:20 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:54 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 24 gradë Celsius. Kukës 13 deri në 22 gradë Celsius. Peshkopi 12 deri në 21 gradë. Tiranë 15 deri në 23 gradë Celsius. Durrës 14 deri në 21 gradë. Kavaj 13 deri në 21 gradë. Elbasan 15 deri në 24 gradë Celsius. Berat 14 deri në 24 gradë. Korç 9 deri në 20 gradë Celsius. Vlorë 18 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 23 gradë. Sarand 16 deri në 24 gradë Celsius.